Policia e Lezhës njofton se ka identifikuar dhe shpallur në kërkim një person në lidhje me vrasjen e 57 vjeçarit Pjetër Kaza në Lezhë. Sipas policisë, në kërkim është shpallur shtetasi me iniciale GA. Bëhet me dije se i ka qelluar me armëzjarje automatike në drejtim të 57 vjeçarit në momentin që ai kishte zbritur nga makina për të hapur portën dhe për të hyrë në banesë. Ndërkohë 12 gëzhoja automatiku janë sekuestruar në vendin ku mbeti i vrarë 57 vjeçari, i cili sapo ishte kthyer nga puna e tij në minierën e Spaçit në zonën e Munellës. Autori i dyshuar, sipas hetuesve, ka qenë i fshehur në disa shkurre anës rrugës dhe nga aty ka qelluar duke realizuar vrasjen. Autori më pas është larguar në këmbë duke shkuar pikërisht në një vend ku e priste mjeti motor ose makinë që ka mundsuar ikjen e shpejtë të tij nga zona e krimit. Për shkak se vrasja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në zonë, policia nuk ka siguruar asnjë dëshmitar që të ketë parë siluetën e autorit të krimit. Për më tepër, zona nuk ka kamera vëzhgimi, ndaj dhe kapja e një imazhit vetëm të autorit mundshëm të këtij krimi ka sjellë vështirësi serioze. Pista e hetimit për këtë vrasje është përqendruar te ajo e gjakmarrjes, pasi familja e viktimës, që shpreh vitit 94, është përfshirë në një serial vrasjesh të njëpasnjëshme me një familje tjetër në zonën e Lezhës. Një vit më parë në Belgjik, viktimës i është vrarë vëllai Agustin Kaza. Zanafilla e këtij zinxhiri vrasjesh lidhet me ekzekutimin e Ndue Kazës, si shefi i krimeve në Rrëshen, i cili u vra më 7 janar 94 në mes të qytetit.